Në stadiumin e qytetit në Tetov, pa praninë e publikut, u zhvillua dueli i parë i gjysmëfinales së kupës me Shkëndin dhe Struga Trimlum në një ndeshje të nivelit mesatar. Fitues dolën kampionët në fuqi me rezultatin 1-2 dhe tani ndeshjen kthyese që zhvillohet më datë 23 prill e presin me një epërsi të dukshme. Autori golit për ekipin kuqezi ishte Ramadani në minutën e 36, ndërsa Ukpa dhe Radevski shënuan në pjesën e dytë për fitoren e Strugës. Pas ndeshjes, trajneri e ekipit tetovar Jeton Beqiri u arsyetua se si ishte kjo ndeshje e parë që e luajnë pa publik. Ndeshja e parë, unë mendoj që është ndeshja e parë që ne luajmë pa publik, ka ndjesi jo normale normalisht, por ne duhet mësohemi me këtë fakt. Ishte një ndeshje që besoj që nuk e merituam të humbim me mënyrën se si u zhvillua ndeshja. Ishte një ndeshje e gabimeve, ku nga di gabimet tona, do të thënë Struga shfrytëzoi gabimet tona, kurse ne nuk arritëm maksimum të shfrytëzojmë gabimet e tyre dhe dhuratat që na dhanë në momentet veçanta ato. Por është një ndeshje që besoj që ekipi që do kualifikohet do vendoset ndeshjen e kthimit. Shkëndia këtë ndeshje e filloi me një formacion të kombinuar me disa futbollistë titullar, siç është Besart Ibrahimi dhe disa të tjerë. Për këtë trajneri Beqiri tha se disa futbollistë duheshte të pushojnë, ndërsa ka edhe futbollistë të dëmtuar. Kemi edhe futbollistë dëmtuar, ka futbollistë të cilët janë pezulluar nga kartonat, kemi futbollistë të cilët sipas matcheve që bëhen nga përgatitësi atletik janë rrezik për dëmtime dhe ne nuk e kemi luksin tani për të humbim shumë lojtar për një ndeshje, pavarësisht se ne duhet ta respektojmë edhe kupën, por gjithmonë kemi thënë që targeti i parë i ekipit këtë vit është kampionati dhe shpresoj që ditën e diell atje të kthehemi dhe të vazhdojmë serinë e rezultateve pozitive. Ndërkohë në gjysmën finale tjetër të kupës që u zhvillua në Shkup, Vardari mori fitore bindëse përballë ekipit AP Brera, duke mposhtur me rezultatin 3-0. Ndeshjet kthyese të gjysmëfinaleve, aty ku edhe do të vendosen se cilat ekipe do të kualifikohen në finale, do të zhvillohen më datë 23 prill me fillim në ora 16.